Unë rastin më të çuditshëm gjatë gjithë përvojës sime 15 vjeçare, ka qenë një zonjë 65 vjeçare, e cila ka kërkuar divorcin. Pra ajo ka duruar bashortin e vet për gjithë jetën, ishte martuar 16 vjeç dhe përir edhe të fëmijës edhe mentalitetit. Ky ka qenë rast në vitin 2013 që e kam trajtuar. U munduam që të kalonte, por ajo ishte e bindur sepse kishte gjithë jetën që e duronte bashortin me probleme të theksuara skizofrenie, dhe këtë e konstatova edhe në gjykat. Pra ai më kërcënoi dhe mua në procesin gjyqësor, kërcënoi gjyqtaren. Ishte një rast për cilin zonja kishte të drejtë sepse nuk mundte që të bashkëjetonte dot në një banesë me bashortin e vet. Kjo ishte edhe një kërkesë edhe nga fëmijët, sepse fëmijët, unë kontaktova dhe me fëmijët, ata ishin të mendimit më mirë të jetonin më vete, të divorcoheshin, sepse kishin frikë se bashorti kryente ndonjë krim.